Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim më shumë se një orësh me deputetët e Partisë Socialiste, ku pjesa më e madhe e diskutimeve ju kushtua situatës së krijuar nga protestat që po zhvillohen për javësh në vend. Sipas burimeve nga mbledhje, Rama i ka cilësuar protestat si pjesë të asaj që ai e konsideroi një luftë digjitale, ndërsa ka kërkuar nga deputetët të intensifikojë kontaktet e drejt për drejt me qytetarët dhe të njohin nga afër shqetësimet e tyre të përditshme. Kreu i qeverisë ka vënë theksin te nevoja që përfaqësuesit socialistë të jenë më të pranishëm në komunitetin që përfaqësojnë, duke u angazhuar drejt për drejt në evidentimin dhe adresimin e problematikave që lidhen me infrastrukturën, shërbimet publike dhe çështje të tjera lokale. Gjatë takimit, Rama ka theksuar se komunikimi me qytetarët nuk mund të kufizohet vetëm në rrjetet sociale dhe prania në terren mbetet thelbësore për të kuptuar realitetin dhe nevojat e komuniteteve. Ai ka kërkuar gjithashtu funksionimin sa më efektiv të zyrave të deputetëve në çdo qytet, si pika kontakti mes qytetarëve dhe institucioneve. Një pjesë e diskutimit është ndalur dhe të bashkëpunimi mes deputetëve dhe ministrave, duke marrë shkas nga shqetësimet e ngritura më herët nga deputeti Erion Braçe për vonesa në trajtimin e problematikave të përcilla nga deputetët. Rama ka kërkuar koordinim më të shpejtë dhe më efikas mes institucioneve qendrore dhe përfaqësuesve në terren. Sipas tij, çdo shqetësim i ngritur nga deputetët duhet të marrë përgjigje konkrete dhe zgjidhje në kohë nga ministri i përkatës, në mënyrë që qytetarët të ndjejnë efektivitetin e institucioneve. Në fund të mbledhjes është diskutuar edhe komunikimi publik në platforma digjitale. Kryeministri mësoi të ketë kërkuar nga deputetët dhe ministrat një angazhim më të madh në rrjetet sociale, me qëllim informimin e qytetarëve për punët e qeverisë dhe përcjelljen e mesazheve institucionale.